Më kallëzoj beni që jeni dalë me Smetin a për ora. Mos po moni diçka më sheft? Çka ta merr mendja ty? Çka jem të mojt më sheft? Nuk e di. Ama diçka nuk është puna mirë. Na, nuk jem të mojt më sheft kur gjon. Dulëm pak me vlla në ora tona, edhe thash, mja largu pak Ismetit menën prej qasaj që i ke. Po që është të vërtin njëri kallëza. Nuk i nevoj me mojmë sheft sa prej meje. Se ti e din që unë të kom përkra çdo vendim që e ke marrë. E di, se të kom pas krah edhe në momentet më të rona. Azem, a e kishin maltretu kunatin shoma? Krejt trupin zekish. Po shqyr që akoni fort, se më bashkon dikush tjetër, as në kohë mësën kishnaj. Shqyr që e kanë shu, se tjirat krejt harrohen. Fort ish mërzit. Kur që shtu nuk e kum pa vlaun. Qa me bo, Azem? Shqyr që e kanë shu, e orë të gruja, të qika, e të familja vetë. A e din ti, kur të patën mojë 6 muj dit, e nuk na patën leo me orë me të po heq. Bash ashtu është. Bile ju pa ta thonë, bile djanin le të vjen e ta shoh, po ata nuk pranun. Mor Azem, fort u patën mërzit, se as nuk na jepshin informata a je gjallë, a je mirë, deri sa besimi e gjetë një rrugë, e ma në fund na kallëzun që je gjallë. Inshallah, nuk thehet kur ma e kohë që e kum qush aty. Po halali koshin krejt vujtjet e mija Kosovës. Inshallah, brazem, se ra në kon edhe për krejt neve. Kur nuk e pata menu që dali gjallë prej burgit. Po që, ymrin jerit unë sot jam gjallë. Zoti është i madh. Veç tash, po e nin trupi, dhimt e maltretimet që mi kanë mua aty. Mor Azem, si sot më kujtuhet, kur të patën shu,